Zoti tregoi gjerësinë e diturisë së vet, për të treguar edhe pushtetin e plot të vetin, urdhëron e thot: "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma." Thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ai është që u vë në gjumë juve natën dhe e ditë çpunoni ditën, pastaj ai ju çon prej gjumit derisa të soset koha e caktuar e jetës tuaj, pastaj kthimi juaj është vetëm tek ai i cili më në fund ju lajmëron punët që keni bërë. Asgjë nuk humb, sepse çdo vepër e juaja është e shkruar në fletoren e gjithsecilit. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Ai është edhe nga dhënjues mbi robët e vet, dërgon mbi ata rojtar me lekë që regjistrojnë punët, më në fund kur ndonjërit prej jush i vjen vdekja, ati ja marrin shpirtin me lekët e dërguar nga ana jon, pa lënë asgjë mangët. Shpjegime. Shkrimi i punëve të njerëzve ka dobi se i ndalon ata nga keq veprimi. Kur njeriu e di dhe mendon se punët e tij i regjistrohen dhe se ajo fletore do të lexohet ditën e gjykimit para gjithë njerëzve, do e mos që ndruhet të bëj punë të liga. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq, ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Pastaj dërgohen të vdekurit e ringjallur te Zoti që është Zoti i vërtet i atyre, dijeni se gjykimi është i tij dhe se ai është më i shpejti i llogaritarëve. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Thua ju i dhujtarve, kush mund t'ju shpëtoj juve prej errësirave të tokës e të detit, kur ju i luteni atij fshehur azimelot në faqe dhe thoni, në qoftë se na shpëton nga kjo do të bëhemi prej falëndëruesish. Shpjegime. Fahri Razi u thot se errësirat e tokës janë këto: nata, dendësimi i rreve, muzgu i frikës së sulmit të armikut e të tjerë. Errësirat e detit janë frika nga dallgët e fortunat, frika e brendshme se mos mbytet anija e të tjerë. Prandaj Zoti fjalën dhulumat, errësira, e ka prur në trajtën e shumësit. Kur njeriu t'i ndodhin të tilla gjendje të vështira, ai lutet Zotin me përvojturi që ta shpëtoj, duke dhënë edhe fjalën se kur do herë do të jetë mirënjohës, në qoftë se i shpëton, por posa të shpëtoj nga katastrofa është zakoni i njeriu që të kthehet përsëri në punët e mëparshme. Këtë e tregon ajeti që vjen. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun. Thuaj atyre Zoti ju shpëton juve nga ato dhe nga të gjitha mjerimet e tjera, por pastaj ju përsëri vini shok Zotit. Mirpo njerëzit duhet të mbajnë fjalën dhe të mos e thyejnë besën, sepse nëse e thyejnë atë, Zoti përsëri përfshin në një ndëshkim tjetër. Qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum 'adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kayfa nusarrifu al-ayat la'allahum yafqahun. Thuaju atyre ai është i pushtetshëm të dërgojë mbi ju ndëshkimin prej së lartë ose përfund këmbëve tuaja, ose t'ju bëj juve grupe, parti dhe të kacafyteni me shoku-shokun, bën që ju të provoni sulmin e disa të tjerëve po prej jush. Shiko se si ne u tregojmë argumentet tona që ju t'i kuptoni ato. Shpjegime. Fahri Razi u thot se ky ajet tregon ardhin e ndëshkimit nga çdo anë. Fjala vjen kombit të Nuhut i erdhi ndëshkimi prej së larti, kombit të Lutit i erdhi prej fundit të dheut e të tjerë. Ajeti thekson se edhe konflikti në mes bashkëfetarëve është një katastrofë e madhe, sepse fraza e u yalbisakum shi'a do të thotë ju atrazon punën tuaj dhe ju lënë përpjekje, aq sa nuk e ndani dot fjalën, shpërndaheni grupe derisa fillojnë grindjet e vrasja shok me shok dhe ndjeni sulmin e rrep të njëri tjetrit. Ato kombe që nuk veprojnë sipas ligjit të Zotit shumë herë kështu e kanë pësuar dhe janë rrezikuar. Ibn Abbasi, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, thotë se kur ka zbritur ky ajet, pejgamberi qoftë bekuar i ka thënë Xhibrilit: "Nëse veprohet me umetin tim me këtë ajet, kam frikë se ai nuk do të qëndroj." Xhibril Emini është përgjigjur: "O i dërguar i Zotit, edhe unë jam një rob si ti, lutju Zotit që të mos e bëj umetin tënd parti." Pejgamberi është lutur Zotit që të mos fuz grindje në mesin e umetit dhe ta ruaj atë nga ndëshkimet e tjera. Xhibrili ka ardhur përsëri dhe i ka thënë: "O i dërguar i Zotit, Zoti e ndaloi zhdukjen e umetit tënd me ndëshkim prej së larti si kombin e Nuhut dhe me ndëshkim si Karunin, poshtë këmbëve, por nuk e ndaloi konfliktin me të cilin do të bëjnë kërdi mbi njëri tjetrin." Në librin Muslim tregohet prej Saad ibn Abi Waqqas ka thënë: "Një ditë pejgamberi qoftë bekuar ka shkuar dhe është falur në faltoren e Beni Muawijes, ku është lutur gjere gjatë. Pastaj u ka drejtuar fjalën shokëve e u ka thënë: Kërkova prej Zotit tim 3 gjëra, ndër të cilat njërën nuk ma pranoi dhe 2 të tjerat mi fali. I kërkova që ummeti im të mos zhduket me zi, Zoti këtë ma dha. I kërkova që ummeti im të mos mbytet në ujë, edhe këtë ma dha. Ju lutaj që të mos vriten shok me shok e të mos ken konflikt në mendime, por këtë nuk ma pranoi e nuk ma dha. Kështu thuhet në tefsirin Hazin.
Në mes ummetit të Muhamedit, të tilla konflikte të përgjakshme kanë filluar qysh në vitin 25 të Hijrit me vrasjen e të madhit Osmanit, i cili ra dëshmor në ditë Ramazani, kur ishte duke kënduar Kur'an dhe gjaku i tij është derdhur mbi ajetin "Feseyekfikehumullah", ty të mjafton Zoti. Pas asaj ngjarjeje ka ndodhur lufta e Xhemelit dhe Sifinit në kohën e khalifatit të Imam Aliut, karramallahu wajha. Deri më sot në ummetin e Muhamedit vazhdojnë konfliktet në mendime që kanë sjell katastrofa të mëdha. Zoti na ruajt. Amin.